Ju përshëndes të gjithëve dhe ju urojmë se ardhin në edicionin informativ të orës 17 drejt për së drejti në Report Televizion, ku do të përcjellim ngjarjet dhe zhvillimet e deri tanishme të ditës, përgatitur nga Departamenti i Informacionit. Këto janë titujt kryesor. Një pallat në ndërtim në zonën e Zverishtit në Tiranë u bllokua dhe pritet të shembet pasi në të u konstatua mbi 4.000 m2 paleje në hapësirën e përbashkët të pallatit. Policia arrestoi ndërtuesin Flonjat Sinolanaj, i njohur për konfliktet me ortakun për një tjetër kompleks në Tiranë dhe i arrestuar më parë me armë paleje. Kandidatët e mbështetur nga opozita duhet të mbledhin firmat mbështetëse për të regjistruar si të pavarur, por ende asnjë prej tyre nuk ka tërhequr formularët në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Partia Demokratike nuk do të jetë në fletën e votimit, por komisionerët e saj do të numërojnë votat e të pavarurve. Report Televizion sjell përballjet e kandidatëve në 5 bashkitë në zgjedhje. 12 finalistë nga vende të ndryshme të votës po prezantojnë projektet për Parkun e Besimit, një hapësirë unike që do të ndërtohet në Petrel, brenda të cilit do të reflektohet bashkëtesa e të gjitha besimeve fetare. Kryeministri Rama tha se Parku i Besimit nuk është një simbol i fesë, por një foltore adhurimi ndaj jetës së natyrës. Drejtuesi i ri i prokurorisë së posaçme pritet të zgjidhet mes 4 emrave në garë: Adnan Xholi, Klodian Braho, Elvin Gokajt dhe Doloreza Musabelliut. Të 4 prokurorët vinë me një eksperiencë të gjatë dhe dosje emrash politikanësh dhe grupesh kriminale të hetuara. Report Televizion sjell një profil të tyre. Antigona Tertoria sot po përjeton kancerin e gjerit për së dyti. Ishte 38 vjeç kur u diagnostikua për herë të parë dhe në 2 vite betejë arriti ta mposhte sëmundjen. Por në moshën 41 vjeçare, kanceri në gjë është rishfaqur dhe për Report Televizion ajo thotë se do të mbetet e fortë. 200 oficerë amerikanë do të vendosen në Izrael për të mbikëqyrur pushimin në Gaza. Izraeli ka nisur transferimin e të burgosurve në mjediset ku do të lirohen, ndërsa presidenti amerikan Trump njoftoi se edhe Hamasi po i mbledh pengjet për t'i dorëzuar. Pak orë para duelit vendimtar për botrorin kundër Serbisë, Silvinjo zgjedh 23 lojtarët përballë kundërshtarit, duke i dërguar në tribunë Azmi Gripshin. Në Leskovac, masat e organizatorëve janë strikte, ajsa është vendosur një polic për tifoz.